Këtu janë mbrëmjet e verës në Shkodër, rrugët, sheshet e lokalet janë të mbushura me turistë nga vende të ndryshme të botës. Vizitorët vlerësojnë mbi të gjitha mikpritjen karakteristike shkodrane, gatimet tradicionale dhe pasuritë natyrore që ofron rajoni, nga thethi të lumit Shalës, nga liçeni i Shkodrës, Buna e Velipoja. England. Vendosëm të vinim këtu dhe na kanë lënë pa fjalë. Alpet shqiptare janë të mrekullueshme. Vizituam dhe syrin e kaltër, lumin e Shalës dhe atë fshatin. Ndoshta do të rikthehemi një ditë. Shqipëria është një vend shumë i nënvlerësuar. 100% njerëzit duhet ta vizitojnë. England. Jemi nga Anglia dhe kërkonim një aventurë. Është ende një destinacion jo shumë i zbuluar për turizmin dhe mendoj se është mirë të vish tani sa ende ruan kulturën dhe autenticitetin e saj. Na pëlqen shumë, është absolutisht fantastike. Hamburg. Jemi nga Hamburgu i Gjermanisë dhe është hera e parë në Shqipëri. Vendosëm të vinim krejt spontanisht. Na pëlqen shumë ky vend. Kjo pjesë është plot me njerëz dhe ka atmosferë shumë të mirë. We go here every summer. Vim këtu çdo verë, qoftë edhe vetëm për një darkë, është fantastike. Më pëlqen shumë që ka kaq shumë njerëz dhe atmosfera është e mrekullueshme. Edhe shifrat tregojnë interesin në rritje për Shkodrën. Të dhënat tregojnë se Shkodra ka regjistruar rritjen më të lartë të normës së prenotimeve në tregun e akomodimit afatshkurtër, ndërsa Bashkia Shkodër raporton një rritje prej 25% të numrit vizitorëve krahasuar me vitin 2025.